A kanë qasje të gjitha nënat nga gjithë bota apo veç është bërë për tregun e Amerikës? Jo, aplikacioni është live në mbar botën. Okej. Kudo në çdo shtet të botës, aplikacioni është live. Çdo kush ka qasjen e të. Edhe është fajt për të shkarkuar, është fajt për të përdorur, sidomos ato në pjesët bazë aplikacionit. Ashtu kemi edhe pjesë të cilat mund të paguash subscriptions, Plus premium. po të cilat janë ushtrimet mendore për meditim, për relaksim të muskujve, edhe grafikat vizuale. Si duket shembuj tjera, po me grafikat vizuale. Grafikat vizuale janë do formule matematikore që unë i kam bërë në aplikacion, që ti mund të shohësh rrugtimin tënd të mëmësisë. Si për shembull, mund të shohësh se sa ditë në javë ti e ke ndjerë një emocion, në cilën kohë të ditës, sa shpesh dhe të mund të kuptosh shkakun e atij emocioni dhe të mundohesh pastaj që të anashkalosh, të ndalosh dhe të përmirësosh.